në këtë pjesë sa kemi mundur të shohim nga kjo parafushat, do të jenë 5 shtylla programore, ku po shihen të gjitha partitë politike i prekin, gati të gjitha i prekin të 5-tat, që do t'i përmendi, por se cila në mënyrën e vetë. Në shtyllën e parë, shihet të gjitha është ekonomia. Është një shtyllë, por se cili e shen në mënyrën e vetë. Mandej, si shtyllë tjetër programore që shihet në këtë pjesë të parafushatës, është edhe mirëqenia, që vrehet të disa parti politike më theksuar, të disa më pak. Mandej është siguria, që të disa parti politike e shohin si komponent të sigurisë së brendshme, disa e shohin si pjesë të geopolitikës në kuptimin e sigurisë globale. Mandej, integrimet euroatlantike, edhe kjo është një komponent e rëndësishme, dhe një gjë që ndoshta nuk e kemi vrejt të zgjedhje të tjera është edhe komponentja e qeverisjes. Besueshmëria në qeverisje që se cila parti në një mënyrë ose tjetër pa marrë parasysh nga oferta programore por shasin në këtë komponentën e mirë qeverisjes ose ketë qeverisjes, që në fakt opozita ose këto partit deri dje opozitare i shohin anët e errta të qeverisjes Kurti, ndërsa qeveria Kurti, respektivisht VV-ja, e sheh kontinuitet apo vazhdimësi, apo qëndrueshmëri të institucioneve. Sado që këto shtylla preken nga të gjithë, VV-ja shihet se interesin themelor të ekonomia e ka rritjen ekonomike dhe gjithherë thirrën në atë konceptin se kemi rritje, duke u bazuar në disa tregues të agjencive jo ndoshta vetëm tona që tregojnë një rritje parafërsisht të ngjashme që kanë vendet e regionit edhe në atë thirrje, që ajo rritje është nominale në shumicën e rasteve, si rezultat qoftë rritjes çmimeve, qoftë rritjes normave të caktuara, jo reale por nominale. Kurse Partia Demokratike ekonominë e sheh, sidomos Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike janë të orientuar të shohin në kuptimin e zgjidhjeve pragmatike, respektivisht në investime kapitale dhe infrastrukturë. Ndërsa Aleanca edhe ajo e sheh ekonominë, por e sheh gati të fokusuar në energjetikë, sa ko mujtë me përcjell këto paraqitjet e tëne. Ndërsa këto partit tjera më të vogla, PSD-ja apo diçka tjetër, më shumë merren me dobësit eventuale që kanë pasur, se sa ndonjë kracian tri. Kurse sa i përket çështjes së mirëqenies, padyshim mirëqenien në një farë mënyrë partia e majt e Albin Kurtit ju ka imponue qasje në mirëqenie respektivisht në orientimet programore dhe të partive të qendrës së djathtë, siç janë Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike, po ashtu Aleanca që të munduhen të konkurrojnë në kuptimin e rritjes pagave, në kuptimin e rritjes donacione, formave të ndryshme të dhënieve sociale e kështu me radhë. Këtu kisha ndoshta zbërthejmë pak. Ndërsa te siguria vetë të krytë gjitha atër po detalizoj. Kurse kur jemi te siguria, në shumicën e rasteve këtë komponent e ka në program edhe VV-ja, mundohet të mbulon me komponentën e investimeve në ushtri, respektivisht rritjen e pjesëmarrjes në buxhet për ushtrinë e Kosovës, respektivisht PSK-n, dhe mundohet të sheh sigurinë në kuptimin e shtrirjes e ligjshmërisë, respektivisht luftimit të grupeve kriminale në veri. Apo pjesë tjera të Kosovës, por e sheh më tepër në këtë aspekt.
Ndërsa Partia Demokratike munduhet me rujt atë kohezionin e bashkëpunimit ndërkombëtar, siç e kemi pas nga më herët, kështu që ata në një farë mënyre e shohin se siguria është në aspektin njerëzor kem potencialin njerëzor, sikur kemi ditë me luftue në periudhën e kaluar, dim edhe prap, por e shem më tepër si rezultat të bashkëpunimit me partnerët strategjik, SBA-n dhe vendet e Evropës. Ndërsa lidhja demokratike e Kosovës pa dyshim sigurinë e sheh komponent, por e sheh në kuadër të integrimit euroatlantik dhe munduhet me çdo kusht të qesë në shesh ato idete vjetra me maska të reja, në kuptimin e shfrytëzimit të potencialeve të alatëve tanë, respektivisht integrimin verja atlantik, respektivisht qoftë në strukturat evropiane, qoftë në ato të NATO-s, në bashkëpunim të përhershëm me SBA-n, sikur e kanë në program. Kurse Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, këtë komponentën e sigurisë e sheh kryeput si bashkëpunim me NATO-n. Dhe gati që ata e plasojnë shumë këtë ide. Kur jemi të integrimet, në përgjithësi, gati të gjitha partitë politike në Kosovë aspirojnë integrimin e Kosovës në BE, mirë po partia në pushtet, respektivisht kjo VV-ja, këtë ndikimin e faktorit qoftë politik, qoftë ushtarak, respektivisht integrimet evropiane, euroatlantike, sado që i aspiron nuk i ka si komponent kryesore, sepse din të mendojnë edhe në konceptin e një republike krejtësisht të pavarur. Kurse këta të tjerët, faktikisht në shumicën e rasteve në aspektin e integrimeve evropiane e shohin si dobësie deri tanishme, mos bashkëpunimit, por janë të gatshëm, padyshim, edhe të bëjnë sakrifica në kuptimin e marrëveshjeve ose dialogut shqiptaro-serb në emër të integrimit evropian. Shumë lehtë ka mundësi më plasue e vërteta e ofertës dhe kërkesës kur është në pyetje qeverisja vendore. Mirë po, kur është në pyetje qeverisja qendrore, si që është rasti tani, që gara bëhet për Parlamentin e Kosovës, nuk janë tregu staq konkret. Bile unë e shoh edhe në programet ekonomike, sado që folet për buxhet, folet për rritje ekonomike, folet për investime në infrastrukturë, ose në energjetik, ose dikun tjetër, në shumicën e rasteve nuk janë ato të qëndrueshme diskutimet e tyre, sepse nuk janë të konkretizuara me shifra të sakta, janë të pa përgatitur për me tregue me saktësi. Mirë po, këtë që po e thuni ju edhe plot qytetarë vazhdimisht e përsërisin, këto momente ose këto sjellje të papërgjegjshme të qeverisë në detyrë në situatën parazgjedhore, këto ndodhin edhe në vendet tjera, por nuk duhet të kuptohen në mënyrë ekstreme. Se shiko, ti thuash ti e ki ble votën dikuj, jo veç e nënçmon qeverinë detyrë që ka dhonë mjetë pa përgjegj, në mënyrë të pa përgjegjshme e ka harxhu buxhetin, e ofendon shumë atë që është përfituesi atyre mjeteve, e shndron në klient të thjesht për 100 euro, ose 50 euro, ose 200 euro, e qetë në pozit që qenë ka qytetari i Kosovës, qenë ka në atë nivel, ka që të ullët, që të shes votën për 100 euro, dhe këto vendime, ose këto qëndrime që i merë qeveria në detyrë, pa marë parasysh i jep mjetet e nuk i jep. Në qovë se reagimet e kundërshtarëve politik janë a priori kundër, i qetë në pozit që ata vërtet
të ka efektin ai veprim. Thoni që opozita e deri tashme të mos flasë fare, të mos ngrisë zërim fare për mënyrën se si po shpërndahen parat e buxhetit, thoni që është më mirë. Jo, nuk është që nuk duhet më ngrit. Shoqëria civile, institucionet e qëndrueshme, institucionet e pavarura, ato duhet me ngrit në çdo kohë dhe me kërku përgjegjësinë e argjimit apo shfrytëzimit të buxhetit mbarësisht nga ajo që është dedikue. Kurse partitë politike duhet me pas shumë kujdes, sepse klientela që ju ka ofruar ajo mund të jetë klientel edhe e tyre, mund të jetë klientel potenciale edhe e tyre, kështu që ti nuk mundesh votuesit tu potencial ti mi i qujt shitës që e ki shit votën, sepse a priori nuk mundesh me ndërtu. Koncepti shitje blerje është koncepti thjesht që kuptohet vetëm në raste kur ti jep diçka ose shet, po merr kundër vlerë, por në qoftë se ti po i plason ato mjete dhe nuk je i sigurt që ke me marrë kundër vlerën e saj, sepse potencialisht, për shembull, kur është dhënia apo këtu shpërndarja e mjeteve për student, nuk mundesh ti potencialisht me i qujt krejt studentët që shesin votën ose krejt studentët që qenë kanë adhurues të një partije. Jo, studentët janë të gjitha ngjyrave politike, respektivisht janë ndoshta pjesa më e pa politizuar. E mora veç shembullin e studentëve ose pensionerët ose dikush. Kështu që, shikoni, këto duhet të shpërfaqen, këto janë dukuri negative të keq menaxhimit, respektivisht të shfrytëzimit të buxhetit pa përgjegjshmëri në shfrytëzimin e buxhetit, ose përdorimi i këtyre vendimeve qeveritare në kohë jo të duhur, sepse koha është e papërshtatshme. Kishte mujt ajo pako me u realizu pa kurfar problemi, në qoftë se është krizë energjetike në nivel global dhe ka probleme të transportit, që faktikisht ka shumë kompani të transportit ajror që kanë falimentuar, respektivisht kanë dalë linjat, i kanë zvogluar dhe mund të konsiderohet humbje në një farë mënyre e mundësive për komunikim, respektivisht për bartje të qytetarëve. Mirë po, sikur kjo të kishte ndodhur në një kohë tjetër, në kushte rrethona tjera, dhe për një periudhë të caktuar kohore që kishte me u bë ky plasim i mjeteve në mënyrë shumë të selektuar, me një program shumë të mirë, me një model mirë të shikuar se cilat pjesë, a është në pyetje transporti ajror, a është në pyetje transporti rrugor, cila formë, mandej cilat kategori vinë me autobus, cilat vinë me kerre, cilat vinë me aeroplane. Këtu ishte dashur një analizë thellë dhe mandej në qoftë se qeveria ka programe të tilla, pa dyshim nuk ishte dashur të bëhet në periudhën e fushatës, sepse problem për ju paraqet ndërlidhja kohore. Po parasysh a ka qeveria një qëllim të mirë ose qëllim për me ndiku në zgjedhje, kjo ka më ju përshkrue si ndikim. Ka më ju përshkrue si aftësi e qeverisë në detyrë për të ndikuar te zgjedhësit. Po, dhe mbrëm u prezentua si pako dhe përmbështetje të diasporës, ndërsa sot qeveria në detyrë bëri një sharrim ku tha se këto para nuk janë për të blerë aviobileta, por janë mas që të mos anulohen fluturimet, e që përjedhoj do e pamundësonte ndoshta lëvizjen e njerëzve. Por me këtë duket sikur po gjuan dy zogj me një gur, sepse mbrëm mund të prek sentimentin e diasporës, ndërsa sot dhe jep një sharrim tjetër. Bile, me shikue në këtë industrinë, këtë fushë e ekonomisë, kur në pyetje transporti, këto kanë probleme për shkak të energjisë, kanë probleme, mirë po, janë ndoshta pjesa ose dega e ekonomisë e cila më së paku ka nevojë për ndërhyrje. Dhe ajo ndërhyrje ishte dashur të bëhet pas një analize të mirëfillt
që në fakt ai program kishte me na tregue se a do të ketë efekt të qytetari i Kosovës, respektivisht a do të ketë efekt të pjesa e diasporës tonë apo jo, sepse ajo mundet me pas efekt edhe negativ, sepse ka sot shumë kompani, qoftë aviacionit civil, qoftë agencione, unë nuk di edhe si do të realizon në praktik këtë pako. Unë nuk e kom të qartë si mund të realizoj, cili do t'jetë kriteri i marrjes aty në mjeteve. Kështu që duke plasu sot vetëm si vendim apo dje, kur ka bo... Mbrëm dhe sot, Ullas Sharimit. Faktikisht, kjo jepi dha mjaft elemente të konotacionit negativ duke u bazu në kohën, që është papërshtatshme. Profesor, jemi në euforin zgjedhore dhe askush nuk e vë në pikpyetje këtë që thoni ju, të bëj një analist mirëfillt, por më tepër e diskutojmë faktin që në kohë pandemie, kur qeveria hoti pa t'i ndarë disa miliona për bizneset, Kurti atë kohë e quante ndim për oligarkët, nëse ju kujtohet. Tani, këta të tjerët pyesin, e po mirë, aviokompanit, a nuk janë oligark aviokompanit? Në qofë sa i ka qujtë, ndërmarjet ndërtimore ose ndërmarjet... Kryesisht marketet e mëdha, kur janë dimuar. I ka qujtë oligark edhe këta mund të jenë pjesë asoj oligarkije. Mirë po, shiko, unë mendoj, tash do të flasim më shumë politikisht, duke analizu këtë fenomen. Po, se po përdorën për efekt elektoral. Në momentin që ka marrë atë vendim, e ka realizu qëllimin. A e dini pse? Pse? Në atë moment, aqë shumë ka ndollë akter politik, kundërshtar politik, kundër një vendimit të tilë, thuese i ka qitë në pozitë defanzive. Jo defanzive, po i ka qitë në pozitë thuese këta nuk pas kanë asnjë votus nga diaspora dhe nëse jepen ato mjete kanë me ofendue qytetarin e diasporës që në fakt edhe në qoftë se ka qenë votusi një partije tjetër, me qenë se këta qenë kanë kundërshtar të kësaj pakoje, ata ka mundësi të kthehen në votus të VVS. Kështu prodhohen këto indicjet. Mirë por, këto janë veç në nivel indicjesh.